23 diplomat janë shkarkuar. Është e pa precedent, si ka mundësi shërbimin e jashtëm e kanë degradu në atë mënyrë. Kjo në versionin më të mirë ju bën të pa informuar. Faleminderit. Themi në pikën 0 zonjë. Ka hapësirë në shërbimin e jashtëm për boxhanak, teze, daja dhe hallë. Kjo është gënjeshtër e rregulluar. Mos harroni se po flisni për ligjshmëri dhe po vazhdoni me këtë propagandë. Me njëherë pas ardhjes së zonjës Donika Gërvallë veç ju tregoj diçka. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme duhet të kthehet ligjshmëria. 23 diplomat janë shkarkuar dhe ata të gjithë i kanë fituar raste 2 shkallë në gjykatë. Dhe Ministria e Punëve të Jashtme në momentin kur të hynë ministri i ardhshëm do duhet të paguajë minimum 2 milion euro dëm të cilën ju e keni bërë. Mos flas për keqpërdorime tjera zonja Gashi. Secili ka 30 sekonda. Urnalist. Ka e di shumë mirë që ne në shërbimin e jashtëm kemi larguar njerëz që nuk kanë pas dokumente. Do thonë njerëz që nuk kanë konkurruar në atë institucion, i kemi gjetë aty. Ariana, për këtë arsye, Këshilli i sektorit të mbikëqyrësve civil e ka shpall vetën një kompetent këtë drejtim dhe këta njerëz që janë larguar nga Ministria e Jashtme, po t'i kanë letrat, direkt ju drejtohen gjykatave. Unë nuk e kam një vendim të tillë nga gjykatat, zoti Kasapolli, sa i përket largimit të individëve që kanë qenë në Ministrinë e Jashtme pa konkurs. Është e pa precedent, si ka mundësi shërbimin e jashtëm e kanë degradu në atë mënyrë. Nuk e marr boxhanak, halla, teze, në versionin më të mirë ju bën të pa informuar. Sepse unë kam informata që në 2 shkallë, si në gjykatën administrative, si në gjykatën e apelit, këta njerëz e kanë fituar lëndë kundër jush. Por gjithsesi, unë nuk pres nga ju që të respektoni vendimet e gjykatave për shkak që keni dhënë praktikë të tillë. Mos harroni se ju jeni edhe një person e cila nuk keni ardhur vetëm aty në ministri, ju keni ardhur me organizatën e juaj me Germin dhe që vetë ministria është duke punuar sot me një rregullore e cila është deklaruar nga gjykata e paligjshme. Kështu që seni i parë që gjëja e parë që duhet bëni është ta keni ligjshmërinë dhe kjo është detyrë jona për këtë arsye thashë duhet të themi në pikën 0 zonjë. E jo të merremi me militantizëm. Më vjen shumë keq. Ka hapësirë në shërbimin e jashtëm për boxhanak, teze, daja dhe hallë. Për atë po bëni fushat edhe nëpër ambasada. I keni shndruar ambasadat në shtabe. Shumë e rëndësishme që shërbimi diplomatik të shërbim meritor. Unë kam përvojë më shumë se ju në këtë aspekt. Dinamike se ju them të drejtën, ju e keni degraduar deri në atë masë, i keni shndruar ambasadat në shtabe. Televizët do vendosin në asnjë moment, kjo është gënjeshtër e rregulluar. Faleminderit. Informatat i keni paguara.